Çështja e pronave të minoritetit grek në Shqipëri është në rrugën e zgjidhjes. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në një intervistë për median greke Kathimerini, ku shpjegoi se këto probleme nuk janë vetëm të minoritetit grek, por edhe të shumë qytetarëve shqiptar. Të drejtat e pronës mbeten një çështje më e gjerë në të gjithë vendin, nuk është diçka që i përket vetëm pakicës greke. Ajo që po bëjmë tani është një proces konsolidimi dhe unifikimi i kadastrës. Po bëjmë përparim dhe kohët e fundit u kemi lëshuar shumë tituj pronësie njerëzve në jug, në Himar. Kreu i qeverisë sqaroi dhe deklaratën e bërë në konferencën e Abu Dhabi në lidhje me qytetarët grek, ku tha se ata mendojnë se janë pasardhës të Platonit dhe Aristotelit, por nuk janë. Më vjen keq që komentet që kishin për qëllim të ishin provokuese, më shumë për hir të diskutimit dhe me pak humor, mund të shndërrohen në çështje serioze dhe të nxisin reagime jo proporcionale. Kjo më habiti. Mendoj se duhet i trajtojmë komentet të tilla me më shumë butësi. Ato nuk kanë për qëllim të ofendojnë, por përkundrazi të inkurajojnë autosarkazmën, e cila është gjithmonë e shëndetshme. Megjithatë, tendencat nacionaliste ndonjëherë mund të shfaqen shpejt, shpesh duke reflektuar mungesë pjekurie dhe ndërgjegjësimi. Gjatë intervistës për Kathimerini, Rama u shpreh se me zhvillimin e turizmit në Shqipëri ka përfituar dhe minoriteti grek, që operon në atë sektor.